Ovic, çoni 2 paketa aty. 2 paketa, tu tash direkt. Zotja Gjej, një koment tuaj në lidhje me vendimin e gjykatës së apelit për zotin Tahiri? Uli pak mikrofonat. Tash do më falni se qendja emocionale kuptohet edhe ana psikologjike për çka ndodhi se ju ishit vetë të pranishëm. Vetëm se dua të them diçka që lidhur me këtë vendim, pavarësisht se unë jam avokat dhe çdo kush mund thotë që ta kërkon pozicionin për ta thënë, por ishte një vendim skandalos. Në këtë vend dy gjëra dihen që janë të sigurta, lindja dhe vdekja, të tjerat nuk dihen. Në qoftë se dënimi i Samir Tahirit do të kënaq dhe do të përmbush të gjitha atë shqetësim që kishte dhe pritshmëria që kishte opinioni shqiptar, le të quhet i përmbushur. Di të them këtë që kjo gjykat bëri atë që s'mund të bëhet nga pikpamja juridike për shkak se në thelb la po të njëjtin vendim të shkallës parë në fuqi, por bëri ndryshimin duke hequr pezullimin në enin 59. Dhe sa për sqarim, në enin 59 nuk ka të bëjë me dënimi, por është një formë e vuajtjes së dënimit.